Miqtë nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në zigzakun e sontëm në kuadrin e bashkëbisedimit me lider të partive politike për platformat zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 11 dhjetorit, të cilat pritet që më në fund të përfundojnë, të shënojnë përfundimin e kësaj krize të stërzjatur politike në për të cilën po kalon vendi. Sonte, si kundër e kemi paralajmëruar, bashkëbisedues yni drejt për drejt në studiot e televizionit Art është zoti Ali Ahmeti, kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim. Unë jam Seladin Gjezairi. Zoti Ahmeti, mirë mbrëma dhe mirë se na erdhët. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta. Në studio vini direkt nga qyteti Gosivarit, ku para të thuash një 30 minutash mbajtet, le të them, mitingun e parafundit në prag të zgjedhjeve të së dielës. Edhe në Gosivar temperaturat janë të ulta, por duke ju ndjekur fjalimin tuaj dhe të bashkëpartiakëve tuaj fitohet se përshtypja se temperaturat politike në fund të kësaj fushate sa vine po ngriten. Pyetja për ju, zoti Ahmeti, si e vlerësoni fushatën e deri tanishme në përgjithësi, jo vetëm të partisë suaj? Mirë, fushata deri më tani ka shkuar në kuadër të normalitetit, nuk ka patur probleme, nuk ka patur probleme të theksuara, do thoja. Të gjithë partitë politike kanë përgjegjësi që të organizojnë fushat dhe zgjedhje të rregullta, të organizojnë zgjedhje të lira, të respektojnë të gjitha standardet ligjore dhe ato ndërkombëtare, që të kemi një fushat pa friksime, pa presione, dhe mendoj që deri më tani, sipas gjitha informatave që vijnë prej tereni, gjërat kanë shkuar në drejtim të mirë, dhe besoj që edhe kështu do të vazhdojnë deri në përmbyllje të kësaj fushate dhe deri në organizimin e ditës votimeve me 11 dhjetor. Si lider i partisë që është në pushtet, mund të siguronin qytetarët, pse jo dhe opozitën, se këto zgjedhje, siç e thatë ju dhe siç e kërkon edhe Bashkësia Ndërkombëtare, vërtet do të jenë të lira, të ndershme, pa presione, çfarë opozita zakonisht ja atribuon pushtetit? Po them tani, jo vetëm palët nënshkruese për organizimin e zgjedhjeve të 4 parti politike më të mëdha në vend, që kanë përgjegjësi për organizimin e zgjedhjeve, sepse ishën 4 parti politike që u dakorduan dhe u morën vesh për organizimin e këtyre zgjedhjeve, dhe të gjithu dakorduam që janë plotësuar kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve të lira, po ky obligim është edhe për partitë të cilat nuk kanë përfaqësues në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, dhe këtu të gjithë kanë përgjegjësi. Këtu bëhet fjalë për imazhin e shtetit, për imazhin e kombit, si kombit shqiptar, ashtu edhe Maqedonas, si bartës të sovranitetit dhe integritetit të këtij vendi, dhe të gjithë kemi përgjegjësi që këtë imazh edhe ta përmirësojmë, e lëre më që ta njollosim edhe më tej. Ju pyes zoti Ahmeti për shkak se jo më larg se sot ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Shkup u ka bërë thirrje shtetasve të vetë, shtetasve amerikanë,
që ditëve që vinë të jenë të kujdesshëm dhe kjo është zbërthyer, është interpretuar si një sinjal se mund të ketë zhvillime të disfavorshme pikërisht gjatë këtyre ditëve. Mirë, tani në rrethana të tilla sigurisht që ambasada amerikane ka parasysh sigurinë e qytetarëve të vet. Bëhet shumë propagandë, ka shumë të thuash me media apo portale apo që mund të edhe të dezinformojnë, diçka zyrtare që paraqet ndonjë rrezikshmëri të lartë në vendin tonë, unë nuk kam njohuri, po sigurisht edhe nuk ka deri më tani, por sidoqoftë ambasada amerikane ka përgjegjësi për qytetarët e vet dhe ajo vepron mbi bazë të informatave që i ka. Dhe tani le të kalojmë në atë që emërtohet si shpalosje e platformave partijake. Ditëve të kaluara përballë meje kanë qenë dhe lider të partive të tjera pjesëmarrëse dhe pyetja e njëjtë është si e vlerësoni punën apo thënë ndryshe cila do të ishte llogaridhënia juaj e Bashkimit Demokratik për integrim për këtë periudhë të kaluar. Zoti Ahmeti, çfarë keni bërë dhe çfarë keni dështuar apo nuk ja keni dalë ta bërni gjatë këtij mandati, siç thoni ju, të përgjysmuar? Tani po të fillonim bisedën për të dhënë dhe për të bërë një bilon se çka bërë Bashkimi Demokratik për integrim dhe pse gjysmë mandati. Sigurisht duheshe shumë kohë të ndani në televizionin tuaj për të numëruar unë projektet në nivel komunal dhe nivel qendror, sepse ato janë të bëma që i kanë bërë Bashkimi Demokratik për integrim. Atëherë do fillojmë të përmendim shkurt për të trajtuar dhe biseduar edhe për tema tjera. Ky vit, ky mandat, ky gjysmë mandat, do thotë do të bahet mend në historinë e shqiptarëve të Maqedonisë për hapjen e një universiteti të ri në gjuhën shqipe në Shkup. Sigurisht që kjo nuk do harrohet dhe do të mbetet në kujtesën e kombit shqiptar në Maqedoni, po edhe magjër të kombit shqiptar. Sigurisht që do të dakordoheni edhe ju. Ky është një mandat, gjysmë mandati, që do të mbahet mend se hapen mbi 2000 vende pune brenda 3 a 4 muajve të fundit, që nga Struga, Kërçova dhe Tetova, me një trend jashtëzakonisht optimist dhe jo vetëm teorik, po edhe shumë pragmatik, që do hapen brenda javëve të ardhshme edhe qindra vende të reja të punës. Do thotë këto përfshirë këtu vetëm në sektorin privat edhe atë nga investitor të huaj, pa përmendur këtu që ka patur edhe avancim edhe në sektorin privat vendor, që për mua është me interes shumë të madh, sektori privat vendor, që edhe më tej ai të inkurajohet dhe të shfrytëzojë të gjitha beneficionet e shtetit dhe të krijojë lehtësime. Ku keni dështuar? Gjithashtu, po vazhdojmë. Urdhroni. Po mirë, atë do ndalemi edhe tek ato që unë quaj dhe opozita dështime. Nuk them dështime, jo për faj të Bashkimit Demokratik për integrim, por për faj të tjerëve që e kanë kriju dhe thot pse u ndërpreje mandati për gjysmë. Se po të mos ishëm bërë gabime, nuk do të kishte edhe ndërprerje të mandatit, po do të kishëm kryu një mandat të rregullt, dhe zgjedhjet do të ishën të rregullta dhe jo të jashtëzakonshme. Do të thotë që ka ndodhur diçka që këto zgjedhje organizohen në këtë vend. Do thotë në vend u instalu një krizë thellë politike, gati që me fillimin e mandatit, opozita maqedone braktisi parlamentin e Maqedonisë, pas braktisjes parlamentit shpërtheu mega skandali i bombave, me çka ky mega skandal ndikoi shumë
në skenën politike, në ndikoj shumë në marrëdhëniet mes partive, jo për fajt të Bashkimit Demokratik për Integrim, por fajtor ishën dy partit më të mëdha maqedone, me çka Bashkimi Demokratik për Integrim u vendos në situatë goxha të vështirë, a do të qëndrojnë institucione apo do të braktis institucionet, ashtu si që kërkoheshte nga shumë analistë dhe publicistë. Sigurisht që analistët dhe publicistët nuk marrin përgjegjësi mbi zhvillimet, mbi pasojat politike në rrethona të caktuara. Analistët, publicistët, nëse del se si ata e thonë dhe e artikulojnë, atëherë do t'i uzurpojnë të gjitha dritaret televizive dhe do thonë, a e shihni sa të mënçur kemi qenë. Për hir të vërtetës, zoti Ahmeti, kjo nuk ju amniston edhe juve si BDI pjesëmarrëse në qeveri për këtë krizë politike. Mirë po, në qoftë se del e kundërta, analistët do amnestohen sepse ato janë analistë. Dhe unë tani nuk kam ardhur këtu as të rrëfejem, as të kërkoj amnesti dhe pafajësi, por kam ardhur dhe flasim shumë hapur, se po të braktiste Bashkimi Demokratik për Integrim institucionet në vend, sigurisht do të kishe një krizë me pasoja, që ato pasoja do të ndëshkonin edhe shqiptarët, edhe komunitetin shqiptar, do të kishte pasoja për të gjithë Republikën, dhe ne vendosëm që të paguajmë kosto, paguajmë çmim dhe të qëndrojmë në proces dhe të jemi pjesë e procesit, jemi pjesë e zgjidhjes së problemeve dhe ashtu ndodhi. Do të thotë, Bashkimi Demokratik për Integrim, me përgjegjësinë më të lartë, me vetdi e hyri, edhe pse thuheshte, qoftë edhe nga antarët Bashkimit Demokratik për Integrim, kishte antarë edhe të llojeqës së Bashkimit Demokratik për Integrim që kërkonin braktisjen nga institucionet e vendit. Por ne nuk na kanë besu qytetarët që në situatat vështira ne të shtrëngojmë lakun dhe të ikim. Ne qytetarët na kanë besuar t'i drejtojmë dhe t'i udhëheqim ata. Qytetarët nga ne presin qetësinë, qytetarët nga ne presin sigurinë, qytetarët nga ne presin paqen, qytetarët nga ne presin stabilitetin, qytetarët nga ne presin... E jo të përgjohen. Qytetarët nga ne presin të ketë ekonomi, të hapen vendet të reja të punës, ekonomia në vend kërkon stabilitet. Shtetës së drejtës. Sigurisht që kërkon edhe shtetës së drejtës, kërkon edhe shtet ligjor, po unë nuk isha fajtor sepse mullit, gurët e mullive ishëm vendos në vitin 2002, dhe ata mulli kishëm bluar për gati ma shumë se 10 decenje, 15 vite me radhë. Po ju do thoni tani, po ju ku jeni tani? Po është e vërtet që unë nuk kam bërë marrëveshje as me njërën palë, as me tjetërën palë, për përgjime dhe vëzhgime të njerëzve. Po ju pyet zoti Ahmeti për shkak se gjatë kësaj fushate, opozita shqiptare, pa përjashtim edhe në këtë studio, ka lakuar në kuptim të keq emrin tuaj dhe të partisë që drejtoni për veprimtaritë jashtëligjshme, kriminale, korruptive. Tani, partitë opozitare, dhe në veçanti këta partitë e vath ratonat këtu tani që garojnë dhe që kanë dalë në sipërfaqe, po bashkë edhe me opozitën, nuk kanë mjet tjetër përveç se të akuzojnë për kriminalitet, përveç se të akuzojnë dhe të paraqesin imagjinatën e tyre, ato si mendojnë mund të fitojnë elektoratin shqiptar, se dalen herë se pa i bërë duhet këta njullosur, denigruar, kriminella, bandita, kështu me radhë. Sa prej tyne kanë shkuar dhe janë drejtuar tek prokurorët, tek prokuroria, dhe të denoncojnë, nëse unë kam bërë një vepër, nëse unë kam bërë një krim, sigurisht
krimi duhet denoncuar. Atëherë mbajmë përgjegjësi edhe këta që nuk kanë denoncuar krimin dhe veprimtarinë. Harroni, kemi edhe prokurorinë e posaçme publike. Që nuk i besojmë prokurorisë së përgjithshme, nuk u besojmë prokurorëve, që kemi mjaft, nuk mund të them mjaft, po dukshëm ka edhe prokuror shqiptar, dukshëm ka edhe hetues shqiptar, cili nga këta shkoj dhe denoncoj, qoftë mua, qoftë ndonjë funksionar të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim, për keqpërdorim të funksionit të tij në ekzekutiv. Ja që nuk u besojmë, po flasim. Nuk u besojmë këtyre prokurorëve, sepse dikush mund të thotë i ka zgjedh BDI-ja, dikush mund të thotë i ka zgjedh PDSH-ja, nuk do u besojmë. Ne kemi krijuar një prokurori speciale. Ajo prokurori speciale është si rezultat i negociatave të disa mujore në mes të 4 partive parlamentare. Le turnoj të gjithë ata të cilët mendojnë që ka shkelje, që ka keqpërdorim, që ka keqbërje nga ndonjë funksionar, qoftë nga ndonjë drejtues politik i Bashkimit Demokratik për Integrim, le të denoncojnë në prokurorinë speciale. E përmendet prokurorinë speciale si lideri i Bashkimit Demokratik dhe deri të dielën nuk e teproj nëse them edhe lideri i shqiptarëve këtu në Maqedoni, cili është vlerësimi juaj, zoti Ahmeti, për marrëveshjen e Përzhinës që ju e quani marrëveshje politike e Shkupit, për raportin e Pribes, apo edhe raportin e fundit të Komisionit Evropian, sfidat përpara të gjitha forcave politike dhe veçmas atyre më të mëdha, forcave kryesore, do pranoni edhe ju janë tepër të mëdha. Është një e vërtet që në Maqedoni ka mungesë të funksionimit të mirëfillt të shtetit ligjor dhe të sundimit të së drejtës. Këto mangësi duhet evituar, këto mangësi duhet eliminuar me dashamirësinë më të madhe. Komisioni i Evropës, Këshilli i Evropës kanë bërë apele dhe njëherët kanë ngarkuar njerëz të kësaj fushe, siç ishte edhe zoti Pribe. Kanë bërë rekomandimet e tyre, kanë dhënë orientimet e tyre. Dhe ne për obligim dhe detyrime kemi që ato rekomandime ti realizojmë dhe t'i zbatojmë në reformën gjyqësore për të patur një shtet të mirëfillt ku do të sundoj ligji dhe shtet i së drejtës. Më thotë, duhet pranuar hapur nga të gjithë ne si drejtues, si njerëz që fitojmë legitimitetin, që fitojmë besueshmërinë e qytetarëve, që këto shprastira, këto mungesa ti kemi parasysh dhe të mos jemi inatçor se ne jemi shtet i përkryer, sepse nuk jemi në nivelin dhe nuk jemi në standardet të cila kërkohet edhe nga vetë Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian nuk ka inate ndaj nesh, nuk ka amëri e hasmëri ndaj nesh. Bashkimi Evropian kërkon të funksionoj shteti ynë në funksion të qytetarëve, kur sundon ligji, sigurisht që ke edhe shtet lojal, apo qytetar lojal ndaj shtetit, dhe nëse ka lojalitet të qytetarëve ndaj shtetit, sigurisht që edhe shteti ka përgjegjësi për të kryer detyrimet e veta ndaj qytetarëve të vetë për të siguruar sigurinë individuale dhe atë kolektive, sigurinë e pronës dhe personelit. Kështu që nga kjo reformë fitojmë të gjithë dhe shteti hyn në progres
të mirë. Oponentët tuaj politikë në këto momente po t'ishin këtu do t'ju pyesnin, flisni për këto gjëra të pranueshme që t'ingëllojnë bukur, por që ju ka kaq vite që jeni në pushtet dhe nuk ja keni dalë t'i çoni përpara. Jo vetëm që ato do flisnin ashtu, sepse programi i tyre është i programuar që ata gjithçka të bardh ta bëjnë të zezë, sepse disketat i kanë të instaluara asisoj dhe mendojnë që përmes të zezës duke paraqitur të tërë punën e Bashkimit Demokratik për Integrim, ato mund të zbardhin faqen e tyre apo të fitojnë diçka nga elektorati shqiptar. Nuk hezitojnë t'ju akuzojnë për nepotizëm, akraballëk, klientelizëm, tenderomani. Që të gjitha këto mund të denoncohen lirshëm, ashtu siç përmenda edhe për kriminalitet që akuzohemi për vepra të rënda kriminale, gjithashtu edhe për këto gjëra kanë mundur si përmes mediumeve transparente që janë, jo përmes portaleve ose Facebookut, por përmes mediumeve të prestigjioze në vend, dhe besoj që ka jo të pakta në Maqedoni dhe në gjuhën shqipe, mjaft, dhe kanë mundur të denoncojnë dhe të publikojnë nëse ka patur raste të tilla në Bashkimin Demokratik për Integrim. Sigurisht që një nga qëndrimet apo shtyllat e vetë programit Bashkimit Demokratik për Integrim është që të përfillen dhe të respektohen njerëzit të cilët kanë aftësi, kanë përgatitje për të kryer me përgjegjësi detyrat që i jepen. Dhe sigurisht mund të ketë aty këtu ndonjë rast që unë nuk e di, ose rast i rrallë edhe që mund ta di, që mund të ketë në lidhje të afërt, por në përgjithësi jemi përpjek të respektojmë aftësitë e njerëzve. Dhe në qoftë se ka keq drejtim apo keq përdorim të funksioneve, edhe këto kanë mund t'i denoncojnë në organeve e drejtësisë. Nuk i besojnë drejtësisë prokurorisë, le t'i besojnë prokurorisë speciale. Në prokurorinë speciale, sigurisht janë mbi 30%, 35% prokuror në prokurorinë speciale janë shqiptar. Zoti Ahmeti, sonte në Gosivar deklaruat se mezi prisni të dielën e ardhshme për të ndarë mejdanin me oponentët tuaj politik. Pyetja që shtrohet është, si do t'i bindni shqiptarët dhe teleshikuesit tanë, përse duhet ta votojnë BDI-n? Cila është oferta juaj? Tani unë nuk dua të flas për ofertën, dua të flas si shqiptar, sepse ashtu ka ardhur situata tani, mos flas brenda këtyre 4-5 ditëve si kryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim, por të flas vërtet si shqiptar dhe mendoj që kam atë të drejtë morale dhe kombëtare që të flas si shqiptar. Duke parë të gjitha agenda jo të kompletuara, agenda jo të përpunuara, prej grupeve të vogla, prej grupeve të pa përgatitura, me shumë ngarkesa, me shumë hidhrime. Kur kam parë që vërtet nga gjithë anketat, sondazhet që bëhen, që Bashkimi Demokratik për Integrim është i pa konkurent, dhe thot në këtë fushat, dhe unë kam ndërprema të paraqitjen time si kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, po njëherit edhe kam dhënë urdhër edhe organeve më të larta që drejtojnë fushatën, që ta drejtojmë, ta orientojmë fushatën në drejtim të një agjende kombëtare. Sepse duke dalë 5 parti duke garuar, nuk respektuan një vullnet
të lutem, këto janë çështje me rëndësi. Këto nuk kanë të bëjnë vetëm me ne këtu si individ. Këto çështje kanë të bëjnë edhe me brezat e ardhshëm, sepse një pasojë kur shkaktohet, pasojë me dhimbje të mëdha, ajo lën pasoja në kohë të gjatë. Kështu që partitë politike të vogla që u krijuan nuk gjetën kurajën, nuk e te kalun vetë-veten, nuk te kalun interesat e tyre, qofshin ata grupeve të vogla apo individuale, që të bashkohen të gjithë bashkë të bëhen kundër bashkimit demokratik për integrim, dhe të mos rrezikojmë humbjen e mandateve shqiptare. Edhe përgjegjësia të mëdhenjve e Paris politike, që ata t'jenë nismëtar për t'i afruar partitë e Sapodala. Partitë e Sapodala një pjesë do të thotë janë edhe për partive që kanë qenë parlamentare. Po përjashtuar edhe tuaja. Nuk mund të thirrri unë tani për t'i bërë bashkë me mua. Ata që kanë ikur, qoftë prej njërës palë ose prej palës tjetër. Por unë kam bërë apel që të bëhen gjithë bashkë ata. Le të bëhen të gjithë bashkë, le të afitojnë bashkimin demokratik për integrim. Le të humbë bashkimin demokratik për integrim. Mos humbin shqiptarët. Nuk u bën bashkë. Pse nuk u bën bashkë? Sepse shiqojnë interesat e tyre grupore, interesat e tyre klanore dhe interesat e tyre mbase, pse mos thuhet lishëm, edhe të padronëve. Se dikush i ka kriju ata, me qëllim që të krijojnë pasoja pa kompenzueshme për shqiptarët. Cili deri më sot që ka dalë dhe i ka kriju pasoja shqiptarëve është përgjigj. Nuk janë këto punë si ujë në nur. Po e bëju një parti, po e provoj veten tani, dhe se në 2011 6 mandate kanë humbur shqiptarët, kush jep llogari sot? A ju analistët do jepni llogari që gëzoheni që në skenën politike do bëheni se hirxhit do bëheni, dhe do shihni se si u bim daullëve të ne shqiptarëve, po, edhe... Mos harrojmë ju ka votuar populli për të na prirë. Zotni, ka votuar populli dhe ne përpiqemi ta drejtojmë popullin, dhe unë kam dashur që shqiptarët të dinë, unë kam dashur të di kombi shqiptar, se ç'mendoj unë, ç'mendon Bashkimi Demokratik për Integrim. Për atë kam bërë thirrje, le të bashkohen të gjithë kundër Bashkimit Demokratik për Integrim. Nuk është dhe nuk bëhet kiameti se humbën Bashkimi Demokratik për Integrim. Nëse humbën sot, fiton nesër. Po kush do i kompenzoj 6 mandate apo 7 mandate që do të humbin shqiptarët? Nuk e kam këtu fjalën që unë frigohem. Dhe unë këtë konkluzion e kam nxjerrë nga përpunimi më shkencor që është bë. Bashkimi Demokratik i fiton zgjedhjet. Bashkimi Demokratik për Integrim, jo vetëm që do jetë fitimtar, po do jetë vendimtar do jetë. Por ama, të bojnë se hirë analistët dhe publicistët dhe të gëzohen se tani më ne do kemi shumë material, se kemi 6 parti dhe do shohim se si shahet Ali Ahmeti nga të gjithë. Cili nga këta paraqet një opcion të ri, cili nga këta i kundërvihet kauzës doktrinës që paraqet Bashkimi Demokratik për Integrim. Zakonisht kauza është sharje, thyrje, denigrime. Unë i thras shqiptarët le të bashkohen. Unë nuk kam sharë dhe në mësot. Oponentëve tuaj politik, zoti Ahmeti, ju kam thënë dhe këte po e them edhe para jush, si shqiptari këtij vendi, të dielën kemi kam të drejtë legale. Si shqiptari këtij vendi kam të drejtë legale që ta ngresh shqetësimin tim deri në qiell të ngritet zëri, të ndëgjoj çdo shqiptar që të mos përçahen, por ama obligime ka çdo shqiptar që aderon Bashkimin Demokratik për Integrim, mos hidhrohet, mos zemrohet, të falë dhe t'i afrojnë të gjithë në një kauzë të vetme. Ne boll na kanë sharë, na kanë përçarë, na kanë dalë. Zoti Ahmeti, prandaj të flasim. Kjo është mandat vendimtar. Pikrisht për këtë. Mirë po, shqiptarët që po na ndjekin në këto momente, do ju përmendin një gamë problemesh që po zvariten nga marrëveshja, mos zbatimi i marrëveshjes së Ohrit, e cila u shkri në kushtetut dhe në ligje, do t'ju përmendin mos përdorimin zyrtar të plot edhe të gjuhës shqipe,
Do t'ju përmendin problemet e prapambetjes ekonomike të rajoneve kryesisht të banuara me shqiptar, do t'ju përmendin çështjen e mos shpërndarjes së barabartë të buxhetit dhe konform kësaj kemi gjatë kësaj fushate angazhime për ndryshime thelbore të kushtetutës, të ligjeve dhe angazhimi juaj, njëri prej angazhimeve të BDI-s është për vendosje konsensuale. Zoti Sila, gjua Shqipe. Gjua Shqipe është vendos dhe është vullos në vetë marrëveshjen e Ohrit dhe Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. Gjua Shqipe është gjuhë zyrtare, ashtu siç është edhe gjua maqedone dhe kjo është punë. Dikush do t'ju thotë në letër. E kryer, gjua Shqipe flitet aty ku flet çdo shqiptar në Tetov dhe në institucionet e komunës, flet edhe në parlament, flet edhe ministri në parlament, ka bërë avancim të dukshëm, por nuk është përmbyllur. Dhe unë nuk i gënjej shqiptarët, dhe pse ka unë dal me platformë të qartë. Ky është mandat i barazisë ekonomike, i barazisë gjuhësore. O thot që duhet të përmbyllet kapitulli i shumë trajtuar e i shumë përfolur i përdorimit të gjuhës shqipe. Është përpunuar drafti ka 8 vite me ekspert nga më të mirët ndërkombëtar, nga Brukseli dhe nga Zvicra, me përfaqësues prej Bashkimit Evropian dhe prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me autoritete vendore, por dallimet kanë qenë të mëdha para 8 vitesh. Kemi filluar pas hapi, duke bërë zgjerimin e përdorimit të gjuhës dhe kemi ardhur në aktet e fundit, në aktin final për barazi të plot gjuhësore, përdorim, po edhe barazi ekonomike. Ju tani thoni që ka pa barazi ekonomike dhe ka stagnim apo mos lëvizje fare në pjesën shqiptare. Thot opozita. Nuk do të dakordoheshun, as me ty as me opozitën. Edhe ju që pyesni, edhe me pyetjen tuaj s'do të dakordohem. Nuk bën të pyetni ju çdo gjë që spajtohet tani opozita, po opozita me asgjë spajtohet dhe ti mua tani do me marr kohë nga koha ime me ato pyetje, me ata budallallot që ngriten në përtryeza të ndryshme. Jo zoti Sjela, po dalën herë. Unë e thash më herë që 2000 vende të reja pune janë hapur në Maqedoninë Perëndimore, nga Struga, Kërçova dhe zona e lirë e Tetopës, pa përfshirë këtu sektorin privat vendor. Ama zoti Ahmeti. Pa përfshirë. Ama zoti Ahmeti. Nga bloku Maqedonas, ju lutem. Vëmëro DPMN-ja kërkon 63 vota. Një moment ta përfundojmë këtë kapitull sepse mi preket neurone tani. Maqedonia Perëndimore ka qenë në hartat e botës zonë e rrezikut, zonë e verdh, vrima e zezë, që kërkusht mos investoj. Sa punë është dashur për të hequr nga kjo hartë, sigurisht është dashur punë. Dhe kush e ka bërë këtë punë? Dhe këtë ju do të duhet ta dini më së miri. Po sigurisht që e kemi bërë ne. E kemi bërë me takime, Bruksel, Washington, Berlin, Londër, Paris, shtetet skandinave, që në këtë vend duhet investohet. Ky është vend i sigurt, ky është vend stabil. Dhe 3 muajt dhe 4 muajt e fundit i ke 2000 vende të reja pune me një trend ma shumë pozitiv. Dhe këto që po i thoni, askush nuk i mohon, me gjithë që
shumë shka shqiptarët presin. S'kam dëgjuar do një opozitar dhe të dalë thotë që po mërë, është bërë kjo punë. Një fjallë e Jona Zoti Ahmeti thotë katundi që duket Kalaus nuk donë. Nga bloku Maqedonas, Zoti Ahmeti, VMRO DPMN-ja kërkon 63 vota, jo vetëm kundër opozitës maqedonase, por edhe kundër kërkesave të shqiptarve. Kreu i opozitës, Zoran Zajev, këto ditë madje nuk ka fshehur optimizmin se partia e tij, pra LSDM-ja, do të fitoj më shumë vota shqiptare, jo se ndonjë parti tjetër, por më shumë se BDI-ja. Ta nisi për të para të dyta. Për klimën në zvarritjen e realizimit të kërkesave. Të dy palët, mendoj që i egzagerojnë gjërat, dhe unë nuk mendoj që duhet drejtuar fushatat se kush do të marrë më shumë deputet, 63 deputet për të mundur shqiptarët, apo për të mos vënë kushtet e tyre shqiptarët për agendën e tyre, për kauzën e tyre shqiptare, apo tjetri që do të shtoj mandate me votat e shqiptarëve. As njëri, as tjetri, dhe thotë, nuk i kanë qëndrimet e drejta dhe i bojnë hesapet, pa hanxhin i bojnë hesapet. Mund t'jeni më konkret? Si? Mund t'jeni më konkret kur thoni i bëjnë hesapet pa hanxhin? Sa shqiptarë votuan për kandidatin për president të njëanshëm që e paraqiti VMRO DPMN-ja këtu në Maqedoni? Shqiptarët nuk e votuan parlamentin, presidentin njëanshëm. Ky president është pa legitimitet. Ky president nuk ka legitimitetin e të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, po të kishte legitimitetin e gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, po të kishte legitimitetin e shqiptarëve, nuk do të vinte Brukseli të ulte në një tavolinë partitë politike në vend, po do të ishte i zoti i shtëpisë. Dhe ky nuk ishte zot shtëpie. Para atë, edhe nuk i thirri partitë politike. Lëre që tentoj t'i thirrë, dhe zëri i tij nuk u dëgjua as sa maca kur rrëzon enët në kuzhinën e shtëpisë. Aq u dëgjua dhe zëri i tij. Kështu që erdhi zoti Han, Washingtoni angazhoi ambasadorin zoti Bel dhe arritëm negociatat që të bëhen në këtë vend. Një ndër akuzat e opozitës maqedonase dhe asaj shqiptare në adres të këtij koalicioni qeverisës është se dështuat në procesin e integrimit euroatlantik të vendit, megjithë që poshtë lartë të gjitha forcat politike, veçmës ato të bllokut shqiptar, e kanë këtë si përcaktim strategjik. Cili është mesazhi juaj për teleshikuesit tanë? Unë nuk kam ardhur as të amnestoj veten, as të amnestoj politikat e Bashkimit Demokratik për Integrim. Është një e vërtetë e madhe që ne jemi të angazhuar që vendi ynë të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, të jetë pjesë e aleancës ushtarake të NATO. E kemi patur një nga prioritetet, ashtu siç kemi patur prioritet avancimin e çështjes kombëtare shqiptare në Maqedoni, gjithashtu si rëndësi të veçantë për shqiptarët, e kemi parë që edhe antarësimi në NATO është një dobi shumë e madhe. Dhe ne në mandatin që e filluam para 2 vitesh, vendosëm që pikë e parë gjatë negociatave në mes partive që fituan zgjedhjet të jetë barazia gjusore.
duke parë rrjedhat se si shkojnë, kishte edhe një farë mënyre edhe një farë lëvizje pozitive në drejtim të zgjidhjes së kontestit me emrin, ne analizuam që të bëjmë një tërheqje dhe të zhvendosim, të postojmë nga pika e parë çështjen e barazisë gjusore, postojmë pikën e 4 dhe vendosëm në pikë të parë antarësimin e vendit në NATO si një moment shumë i rëndësishëm për stabilitetin e vendit, për marrëdhënien drejtnike, sepse antarësimi në NATO prodhon marrëdhënie më të mira mes etnive në Maqedoni. Ne duhet jemi realista, këtu kemi një shoqëri të ndarë, do thotë shqiptarët 99% duan antarësim në NATO për shumë arsye tani deri edhe tek ato emocionale, kurse maqedonët janë, ta themi, të preokupuar me çështjen e emrit, sepse do të ndërrohet edhe identiteti. Dhe në një farë mënyrë është zvarrit dhe zhagit ky problem gati këtë 10 vjeçarin e fundit. Shtrohet pyetja kur mendoni se do të i kalohet kjo çështje. Një eksponent i partisë suaj në këtë studio tërthorazi ka lënë të kuptohet se në bisedimet politike për arritjen e marrëveshjes së Shkupit Përzhinës është marrë një zotim nga 4 firmëtarët që me konstituimin e legjislaturës së re të parlamentit të bëhet një hap vendimtar në drejtim të i kalimit të çështjes mosmarrëveshjeve me emrin që do të zhbllokonte procesin e integrimit në NATO. Kryetash, marrëveshja e Shkupit nuk është vetëm një marrëveshje aq e rëndomt dhe me një përmbajtje sipërfaqësore. Marrëveshja e Shkupit është marrëveshje shumë thelbësore, në atë ka pika shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë edhe me antarësimin e vendit në NATO, sigurisht që aty theksohet edhe në marrëveshje zgjidhja e problemeve me fqinjët, që nënkupton me automatizëm që palët obligohen që të marrin përgjegjësi për rregullimin e raporteve me fqinjët, që këtu nënkuptohet edhe çështja e emrit, po pa u elaboru, por sigurisht është bisedu kjo çështje e rëndësisë veçantë. Gjithashtu ke të bësh edhe me marrëdhëniet ndëretnike në Republikën e Maqedonisë, që këtu apo zëshëm thuhet edhe barazia gjuhësore që duhet palët të marrin thot që është patur në konsiderat edhe vetë marrëveshja e Ohrit, që të reflektojmë brenda marrëveshjes së Shkupit që është arrit këtë vit për organizimin e zgjedhjeve dhe për t'i dhënë fund krizës politike në vend, por gjithashtu ke edhe çështje të tjera për marrëveshje me Bullgarinë, që për fqinësi të mirë, që duhet të rregullohen. A jeni optimist se si dokument, është dokument i rëndësisë së veçantë që do përkujdesje nga të gjithë, po edhe duhet zbatueshmëri me përpikmëri nga të gjitha palët, përndryshe e humbim edhe seriozitetin, e humbim edhe kredibilitetin përpara komunitetit ndërkombëtar, ku ne jemi zotuar që do të respektojmë me përpikmëri të gjithë atë marrëveshje të hartuar dhe të punuar, jo vetëm për një orë, por marrëveshjet janë bërë me ditë të tëra, kanë zgjatur negociatat dhe duhet të zbatohet. Zoti Ahmeti, jetojmë në atë që do ta quaja kohë e çudive elektorale, jo këtu në Maqedoni, jo këtu në rajon, por në botë,
kam parasysh këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zgjedhjet prezidenciale atje, kam Bullgarin, kam Moldavin, ku në zgjedhjet prezidenciale apo të përgjithshme fituan figura të kurseve të ndryshme politike, largë asaj që emërtohet si kurs i integrimit euro-atlantik. A mund të prekin këto zhvendosje të mëdha geopolitike edhe Maqedonin, pse jo edhe ne shqiptarve si etni? Jo rastësisht, ne dalim me një platformë, ne dalim me apel, ne dalim me doktrinë. Ky mandat jo vetëm që është mandat i rëndësishëm, por ky mandat vendos edhe kahja se si do pozicionohet, ku do të jenë dhe si do të jenë koordinatat e kësaj anije. Gjërat në rajon, problemet në rajon, nuk janë për të nënçmuar, as për t'i anashkaluar. A ju kujtohet juve para një muaji se në Mali i Zi ishte në prag të një puçi dhe në momentet ma kritike për të asgjësuar apo kidnapuar kryeministrin e vendit Gjukanović, dhe për fat të mirë të malazezëve, kjo nuk ndodhi, por tentativ pati. Gjitha zhvillimet në Maqedoni, unë nuk mendoj që janë me bazë burimore. Unë mendoj që akoma ka grupe dhe grupacione që punojnë për interesat të politikave që nuk kanë të bëjnë as me përcaktimet tona ideore, as me përcaktimet tona politike, as me përcaktimet tona geostrategjike. Ne Ballkani, në veçanti tash unë flas për vendin tonë, politika jonë është politikë që orienton në drejtim të Brukselit, në drejtim të NATO-s. Por ama, këto politika a janë në interes edhe të politikave që ndërtohen qoftë në Kremlin apo në Pekin, në Teheran apo në Siri. Shifa. Mendoj që Republika e Maqedonisë është në udhkryq, sepse ne ndodhemi dhe kufizohemi me disa shtete me të cilat edhe nuk janë përmbyllur të gjitha kontestet. Unë shpesh herë kam cituar Bismarckun. E ka shkruar, e ka thënë me alegori apo me gjithmonë, është punë e tij, por Bismarcku thot kush sundon me Maqedoninë sundon me Ballkanin, dhe kush sundon me Ballkanin sundon me Evropën. E pranuam ne as e pranuam. Në lindje janë krijuar bloqe të interesave. Nëse u shpërbë Bashkimi Sovjetik, tani bëhet një zgjerim edhe më i madh. Keni afërsi në mes të Pekinit dhe Moskvës. Moskva vepron me satelitët që i ka patur në kuadër Bashkimit Sovjetik, me një Commonwealth tani pa kufi, pa dogana, nuk e di unë se çfarë rrethone. Amerikanët edhe perëndimin e kemi këtu. Dhe ky blok
përplaset dhe kufizohet me Europën me tendencë zgjerimi, qoftë përmes ideologjive, qoftë përmes ekonomive. Dhe interesat tona nuk përkojnë me lindjen, po përkojnë me perëndimin. Dakor. Zoti Ahmeti, jemi në 10 minutëshin e fundit të këtij bashkëbisedimi. Gati në çdo tubim të deritanishëm, keni lënë të kuptohet se jeni optimistë, se jeni të sigurt se do të fitoni në zgjedhjet e së dielës, madje nuk keni hezituar të deklaroni se ju jeni çelësi i qeverisë së re. Një pyetje që shtrohet është, mos vallë integristët apo partia shqiptare që do të triumfoj, do të synoj postin e kryeministrit? Tani, gjithnjë duke marrë parasysh sondazhet e deritanishme, të cilët nuk është se nxjerrin ndonjë fitues absolut, dhe konform kësaj duket se takati politik i shqiptarëve, i partisë shqiptare që do të triumfoj do të jetë goxha më i lartë. Tani, nuk e di kush do jetë partia shqiptare sipas mendimit juaj, se the vetëm se partia shqiptare, po unë do jem pak më i hapur. Dhe gjitha sondazhet që janë bërë nga oponentët tanë, nga kundërshtarët tanë politik, nxjerrin fitues Bashkimin Demokratik për Integrim. Të presim e të shohim të dielën. Unë asnjëherë nuk kam qenë ai që kam bërë dhe matematika dhe kam paraqitur rezultate të parakoshme. Edhe unë e pres të dielën, mirë po unë flas nga sondazhet që i kam bërë oponentët, kundërshtarët. Nuk flas dhe nuk paraqes opinion timin tani, sepse sigurisht unë jam kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe që të gjithë kryetarët thonë unë do fitoj. Unë do të pres verdiktin e popullit me 11 dhjetor në mbrëmje në orën 24, sigurisht kur të bëhet edhe numërimi i votave. Por unë flas për rezultatet që i bëjnë oponentët që i nxjerrin. Do thotë, Bashkimi Demokratik për Integrim është fituesi i zgjedhjeve i padiskutueshëm. Në palën tjetër, kush fiton, as na bën. Ne presim rezultatet e 11 dhjetorit dhe ne në tavolinë vendosim doktrinën që e kemi përpunuar, e kemi hartuar. Dhe me pak fjalë, cila është për teleshikuesit tanë kjo doktrinë e juaja? E para? Shtylla e parë? Shtylla e parë është barazia gjuhësore. Tani vazhdojmë me barazi ekonomike që ju e përmendët më herët konsenzualiteti. Në kuadër të konsenzualitetit, ka shumë çështje për të cilat ne i kemi diskutuar, përmbyllen edhe me sukses, dhe ka sukses konsenzualiteti se njëra nga porositë dhe shtyllat që del nga marrëveshja e Ohrit, që në Maqedoni duhet të funksionojë demokracia konsenzuale, dhe ky qelës i konsenzualitetit me suksesshëm kemi vepruar në ndarjen e buxhetit. Më thotë, nuk ka buxhet të shtetit pa u diskutuar, pa u dakorduar, që nga kryetarët e komunave deri tek ministrat dhe qeveria, si dhe shtylla e fundit dhe me rëndësi po ashtu për gjithë Republikën e Maqedonisë, për gjithë qytetarët është të vazhdojmë me trendet e filluara në drejtim të investimeve vendore dhe atyre të huajeve, të krijojmë kushte investitorëve të vendas, të shfrytëzojnë të gjitha beneficionet investitorët të vendas që u takojnë nga shteti, lehtësime investitorët të vendas, gjithashtu edhe reformat në drejtësi, gjyqësi, mos flasim këtu për cilësinë në arsim, cilësinë në shëndetësi, dhe mbetet me partijake, do të thoshim. Po sigurisht. Po dhe mbetet me vendosmërinë më të madhe që të zgjedhim problemet me të cilat po ballafaqohemi dhe të vazhdojmë në rrugën e pakthyeshme euroatlantike. Zoti Ahmeti, ka spekulime nga më të ndryshmet për afrim
pajtimet mes forcave politike shqiptare dhe atyre Maqedonës. Edhe në këtë rafsh, shtrohet pyetja, me që ju kam përballë, me kë do të parapëlqente të në rast fitore, të bënte koalicion kreu i BDI-s Ali Ahmeti. Ne partner strategjik në këtë vend nuk kemi. Bashkimi Demokratik për Integrim ka agendën e vete, ka doktrinën e vete, ka platformën e vete, dhe ka obligim moral dhe kombëtar ndaj shqiptarëve që ata agendë dhe doktrinë ta zbatoj e ta materializoj dhe të ulet në tavolinë pas 11 dhjetorit dhe ajo agendë të jetë vendimtare se më kë do vazhdojmë ne ta zbatojmë edhe ta materializojmë. Do një thoni se nuk ka biseda prapa skene larg syve të publikut? Asë si, do thotë, asë kam bërë unë ndonjëherë prapa skene dhe asë njëherë nuk kam bërë koalicionet të fshehta para zgjedhjeve para mbarimit të zgjedhjeve. Mund të ketë parti të mësuara dhe të edukuara në këtë mënyrë që të bëjnë skaterave të qosheve të podrumeve të marrëveshje të fshehta, por kjo nuk është praktik e Bashkimit Demokratik për Integrim, nuk është praktik e imja si kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim. Unë pres të mbyllet cikli në 11 dhjetor dhe të vendoset doktrina e Bashkimit Demokratik për Integrim për zbatim dhe implementim në mandatin e ardhshëm qeveritar. Si do të priste lideri integristëve një situatë hipotetike kjo, bashkimin e opozitës e oponentëve tuaj politik më 12 dhjetor? Oponentët politik në qoftë se duan të mirën e shqiptarëve le të bashkohen kanë kohë edhe sot edhe nesër, do thotë deri të premten, nesër është e premte, të bashkohen një listë të përbashkët, le ta zgjedhin një listë ato dhe të mos i humbin votat e shqiptarëve, sepse nuk mund të fitojnë asnjë mandat, por do humbin shqiptarët 2, 3, 4 mandate siç kemi humbur në vitin 2011. Se sa që unë i qoj mend se do fitojnë dhe do jenë ata prezantues dhe zbatues të ndonjë programi, këtë as teoretikisht nuk ka shkuar mendja ndonjëherë, ta mendoj. Kur punëve u bëhet bisht, thot një fjalë e urtë, atëherë shtrohet problemi i veprimit kolektiv. Jo rallëherë në hapësirat politike shqiptare, zoti Ahmeti, shtrohet ajo çështja një komb, një qëndrim. Fitohet përshtypja se fjalët i kemi të ëmbla, por punët, kur vjen fjala punat e një beslidhje për hir të interesave më të larta, punët nuk shkojnë si duhet. Unë kam thonë, edhe mbram isha në mesin e bashkëluftarëve të mi, dhe nuk ishën pak ato, Shkupe Karadaki ishën mbledh 400 apo 500 bashkëluftarë, dhe vërtet e kam thonë seriozisht, le të përfundoj ky cikël zgjedhor dhe pas 11 marsit, 11 dhjetorit, s'di pse instinktivisht mu tha 11 marsi, sigurisht që kanë filluar demonstratat 1981 në 11 mars, dhe ka dalë kështu e pa kontrolluar, 11 dhjetorit, që të mos shfrytëzohet nga oponentët, po as edhe nga njerëzit e lig, sepse në këto kohra ka edhe shumë njerëz të lig që nuk ua duan të mirën shqiptarëve. Në Bashkimin Demokratik për Integrim do e paraqes
mendimin, idenë për ta përpunuar që të dalim pas 11 vjetorit me agjendë të përpunuar, me doktrinë të përpunuar, na duhet orientim. Dhe ky orientim është një komt, një qëndrim. A thot, mos bëjmë shaka, sepse janë momente historike, janë momente vendimtare. Urojmë që nga fjalët të kalohet në veprime, zoti Ahmeti, dhe dy pyetje fare të shkurtra, do doja po ashtu edhe përgjigjet. Fitohet përshtypja se llogaritjen ndër ato parti që kanë bërë fushat goxha të shtrenjtë zgjedhore para zgjedhore. Bashkimi Demokratik për Integrim thot financohet nga andarësia, 5% e çdo funksionari të Bashkimit Demokratik për Integrim është kuatizacion për partinë dhe ka organe të shtetit, të Ministrisë Financave, të Policisë Financave, që mund ta kontrollojë çdo qarkullim Bashkimit Demokratik për Integrim. Detyrë kanë ato që administrojnë me financat, kontrollorët e shtetit, komisionet e shtetit që bëjnë punën e tyre profesionale, nuk kanë të drejtë gjysmë fjalët u thonë administratorët e Bashkimit Demokratik. 2 javë kontrollohet administrata në Bashkimin Demokratik për Integrim, bile u japi edhe nga një drejk. Dhe dua të di se a ka shkelje dhe si mbahet administrata në Bashkimin Demokratik për Integrim. Dhe krejtësisht në fund zoti Ahmeti, po ju pyes, a mendoni se vërtet këto ditë që në ndajnë deri po ka edhe donator Bashkimi Demokratik për Integrim, mos keq kuptomi, ka edhe donator Bashkimi Demokratik për Integrim. Do thotë ju jeni për llogaridhënie për financim të kësaj fushate. Dhe llogari jepet në fund fushatës, jepet llogaria. Dakor. A mendoni se vërtet zgjedhjet e së dielës do të jenë të lira, të ndershme, konform standardeve ndërkombëtare? Do të doja me një fjali sepse kemi mbritur në fund të këtij bashkëbisedimi. Mendoj që të gjithë partitë politike kanë përgjegjësi përpara qytetarëve, kanë përgjegjësi përpara komuniteteve të veta që ato përfaqësojnë, të kemi zgjedhje të lira, fair, demokratike, pa friksime, në përputhje me standardet ndërkombëtare. Pa dashur ta egzagjeroj, nuk kërkoj zgjedhje skandinave, kërkoj zgjedhje të besueshme në këtë vend. Zgjedhjet jenë të pranueshme nga të gjithë, pa kontestueshme as nga vendorët, as nga ndërkombëtarët, edhe pse nga vendorët kam një rezervë se kur të humbin tani mund të ketë konteste të tilla, po konteste të tilla ka edhe në Amerikë. Urojmë që gjithçka të shkojë kështu siç e thatë dhe ju, zoti Ahmeti, s'më mbetet asgjë tjetër, post ju falenderoj që ndatë kohë të jeni në mjediset e reja të televizionit Art. Faleminderit dhe uroj punë të marrë në këtë hapësirë të re dhe uroj që ju të përparoni, të profesionalizoheni edhe më shumë, dhe kur të vinë analistë dhe publicistë, duhet të dëgjoj analizat të mira dhe jo më vjen keq që e them. Nuk duhet ju kritikojmë. Unë nuk i kam përcjell të gjitha, po aq sa kam përcjell, jo vetëm në televizionin tuaj, po më shumë në disa televizione të tjera, ato nuk komentoj se ç'a them unë dhe parti tjera, po ato dalin me programe të veta. Thua ti që analistët do votohen dhe jo kandidatët për deputet. Thua ti që analistët do votohen dhe jo Ali Ahmeti ose tjetër kur. Faleminderit që ishit. Faleminderit shumë, faleminderit. Miqtë të nderuar, gjatë orës që lam pas kemi biseduar me kreun e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe deri të dielën nuk e teproj nëse them liderin e shqiptarëve në Maqedoni, e diela do të vendos se kush dhe si do ta drejtoj këtë popull në 4 vitet e ardhshme.
Mbetet edhe një borç për ju teleshikues të nderuar se gjatë ditëve të kaluara deri tani në këtë studio kanë defiluar lideret e të gjitha partive politike shqiptare, ka qenë edhe ai i lidhjes demokratike maqedonase, të njëjtën ofertë ua kemi bërë edhe krerëve të partive të mëdha, le të themi maqedonase, por ata deri tani kanë hezituar të përgjigjen pozitivisht në këtë kërkesë dhe këmbgulje tonën të disa hershme. Edhe një herë s'më mbetet asgjë tjetër, përveç se t'ju falenderoj për vëmendjen. Unë jam Seladin Xhezairi. Natën e mirë dhe mirupafshim.